Shumë njerëz mendojnë se besimi krishter ka të bëjë me fikjen e arsyes dhe pranimin e diçkaje pa menduar. Por përpara se ta hedhim poshtë idenë e Jezusit, duhet të pyesim veten: a ja vlen të besosh te Jezusi? Besimi krishter nuk bazohet në mite që u shpiken shumë më vonë, por në ngjarje historike për të cilat njerëzit ishin të gatshëm të dëshmonin publikisht, madje edhe të vdisnin. Besimi te Jezusi nuk lindi në një zbrasti, por në një kohë konkrete, në një vend konkret, mes njerëzve që e dinin çfarë do të thoshin kryqëzimi, pushteti romak dhe vdekja. Të krishterët e parë nuk predikuan një mesazh të rehatshëm. Ata predikuan se një njeri e kryqëzuar ishte Zoti i botës. Kjo nuk ishte politikisht e mençur. Nuk ishte as kulturalisht e pranueshme. Por ata e bën gjithsesi. Besimi krishter nuk të kërkon të besosh pa arsye, por të shqyrtosh nëse Jezusi është vërtet ai që thotë se është. Dhe këtë do të shohim me tej në vazhdim.